Gjuhësisht, arabisht, ai I cili nxjerr dukat prej tokës, e merr dheun komplet, edhe e qet në përsita, e lan, e shpërlan, e sita pet. Qëllimi tina është me met dukati veç, me hjek dheun. Me vet ato, çka jetu I ba që ti dheut, thot, pi baj fitne. Atë kuptimin, pe e siti deri tjetë veç ari, veç dukati. Që kjo është gjuhësisht fitne. Në fej, çka do me thonë fitne, është Allahu Azza wa Jall sprovan, kështu, këtë formë, prej kësaj ane, prej këti kandi, por me si ty që ti me met zemra jote me met vetëm por Allahun Azza wa Jall. Sprovan me këtë njeri, e she që njeri po bajka kështu. Sprovan me këtë sprovë, e she që sprova po qëtë ka qështu, qëtë pozit. Sprovan me fukarallakun, e she që fukarallahu po qoj ka në të lifar dere. Allah në rujë që shka thonë Muhammedi a.s. dere dhe në mos besim. Sprovon me pasurin, e she që pasuria po qoj ka ku nuk ke mujt me mri kur e ka në fukara, në dyrt haramit. Do me thonë, prej ketë kësajna këtu e në sprova, për me sit zemrën tane që ti me met, ose zemra jote me met, vetëm për Allahun Azza wa Jall. Kjo është fitne, që kjo është që na I thëmë sprovë. Allahu Azza wa Jall ju shpërblet, Allahu Azza wa Jall ju shpërblet edhe për pyetjet e mira që I bani.